gjatë këtij mandati 4 vjet e 9 muaj deri më tani, ne I kemi ndërtuar, renovuar ose përshtatur 74 qerdhe anë mban Kosovës. Dhe ata para neve, për 17 vjet 4 qerdhe. Asnjë qerdhe në mandat nuk e ka ndërtuar, na për vetëm një mandat 74 qerdhe. Kjo tregon se për qeverinë e Republikës Kosovës, me mua kryeministër, fëmijët Kosovës janë të gjithë fëmijët e Kosovës. Ndërkaq për ata paraprakisht kanë qenë fëmijët Kosovës veç fëmijët e tyne. Të gjitha ato motra e vëllezër që punojnë jashtë vendit e kanë ardhur në vendlindjen e këtyre këtu në Podujev për festat e fund vitit e sidomos për faktin që si vjet viti I ri nis një 3 ditë më herët me 28 dhjetor. Viti I ri nis më herët, por viti I ri gjithashtu është viti I mandatit ton të tretë, në të cilin përmes Bankës Zhvillimore do të mbështesim prodhimtarin me 1 miliard euro. Asnjë ndërmarrës nuk do të ketë më nevojë që për të investuar në prodhim bujqësor industrial as zejtar ta lë hipotekë te bankat tokën e vet stërgjyshore, sepse shteti I Kosovës, Republika jon, do të jetë garanci për ato kredi investive por më shumë prodhimtari në vendin tonë. Kjo është ndihmë e madhe që do ta bëjmë për bizneset e llopit. Por jo vetëm kaq, që bizneset llapione të kenë likuiditet të shtuar, mbledhjen e TVSH-s për mallra në kufi do ta zhvendosim brenda vendit dhe në muajin pasues, ashtu siç bëjnë bizneset me TVSH-n e brendshme. Ndërkaq për ata të cilët do të importojnë vetura nga Bashkimi Evropian, në mandatin ton të tretë e heqim taksën doganore prej 10%.